Unë punën e lartësive e kam shumë sikletë, tash do rri vetëm aty dhe do kem mendje mos po bie dhe kupton do të varesh aty nga frika. Nuk përse ishe edhe me ta. Po unë e kam frikë, unë tek Postana kur bëri arbitri tek ajo e voleybollit, unë hypa dhe nuk e di a ke vënë, unë kam hyrë me frikë lartësinë, po, kam hyrë me duar. Dhe tek ajo e bongos, tash kur t'hypi sipër, do rri, ke parasysh do rri do të bare mos s'do kem mendjen te ajo. Kurse unë mund të hypin në pemën më të lartë, pas një lloj problemi. Edhe unë si kam frikë lartësisht. Akoma sot, më jep një pemë, unë gjej mënyrën të hypi deri ke dega e funit. Unë atë të bongos. Kurse po të më çosh, më fal se ta ndërprer. Kurse po të më çosh, Tour Eiffel, ashensorat e tej dukshëm, gjëra, ke parasysh çfarë po them? E di. Unë atë gjë e kam problem. Ose të më thush për shemb, nga avioni nuk kam problem, avion flej nuk ka zë. Por të më thush hullu me parashut nuk. Jo, asnjë se bëj ata. Ose bungee, si është ajo? Bungee jumping. Asnjë.